Rusët po dynden për të parë atë që disa kanë frikë se mund të jetë një pamje e fundit e trupit të balsamosur të udhëheqësit bolshevik Vladimir Lenin përpara varrit të tij në sheshin e Kuq të Moskës. I cilësuar një vend pelegrinazhi për komunistët, varri do të mbyllet për riparime deri në vitin 2027. Mauzoleu, i cili strehon një Lenin me pamje dylle të veshur me një kostum 3 pjesësh, brenda asaj që supozohet të jetë një kuti qelçje rezistente ndaj plumbave dhe shpërtimeve, do të riparohet strukturalisht pasi një inspektim zbuloi probleme. Dikur një atraksion popullor për turistët perëndimor dhe ende i preferuar për rusët që vizitojnë kryeqytetin nga rajonet, struktura prej granitit të Kuq dhe të zi pritet të mbyllet në javët e ardhshme, ndërsa punimet e rikonstruksionit do të zgjasin deri në qershor të vitit 2027. Zyrtarët thonë se trupi i Leninit, i cili vdiq në vitin 1924, pasi ndihmoi në krimin e shtetit të parë socialist në botë, nuk do të shkojë askund dhe se salla qendrore ku ai prehet në ceremoninë solemne nuk do të preket. Por lajmi për mbylljen e përkohshme ka bërë që të krijohen rradhë të gjata për të hyrë në mauzole. Disa vizitorë kanë frikë se ky mund të jetë shansi i tyre i fundit për të parë Leninin. Nga një këndvështrim historik dua të dëshmoj se ai ndodhet në një mauzole sepse mendoj se Lenini do të varroset në një moment, ndoshta në të ardhmen ose në të ardhmen e afërt. Sa Tatjana Tolstik, historiane nga Ulyanovsk, qyteti në Volg ku lindi Lenini. Një grua e re, quajtur Snezhana, tha se donte të zhytej në të kaluarën sepse nuk ishte e sigurt se për sa kohë do të ishte e mundur të vizitojë mauzoleu. Partia Komuniste, e cila sundoi vendin që nga revolucioni bolshevik i vitit 1917 deri në rënien e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, është kategorisht kundër zhvendosjes së trupit të Leninit, dhe Gennady Zyuganov, udhëheqës veteran i partisë, ka thënë se presidenti Vladimir Putin e ka siguruar atë se kjo nuk do të ndodhë gjatë mandatit të tij. Kremlini ka mohuar vazhdimisht planet për të mbyllur përgjithmonë mauzoleun. Duke qëndruar në radhë, Olga Pavlova nga qyteti i Mirnit tha se brezi i sotëm i rusëve kishte shumë për të falendëruar Leninin. Jam me pushime dhe vendosa t'ia tregoj mauzoleun djalit tim dhe ta shoh vet atë, tha ajo. Lenini është dikush që na ndryshoi jetën në një mënyrë shumë të mirë. Po altine kemi të gjithë përfitimet që kemi sot. Për shembull arsim, kujdes shëndetësor, shtëpi të rehatshme, tha ajo.